Përpara se në Amerikë të shfaqeshin motrat Kardashian, në Shqipëri dhe Kosovë kanë bërë namin motrat Ismaili. Përveç muzikës që Adelina dhe Zafina na kanë dhënë për vite me radhë, ato gjithmonë kanë qenë një frymëzim për sa i përket stilit. Gjithmonë dinamike, të bukura dhe të talentuara, ato kanë treguar në ekranet shqiptare se bukuria dhe talenti mund të shkojnë krah për krah. Edhe pse në ekran i shohim gjithmonë të buzëqeshura, sëmundja i ka rënduar jetën Zafinës dhe ka qenë diskutimi më i shpesht në tryezën e tyre familjare. Adelina është munduar të qëndrojë gjithmonë në krah të motrës, në përballje me sëmundjen dhe dhimbjet e njëkohësisht në netët pa gjumë që ka kaluar. Duke folur për këtë pjesë të vështirë të jetës së saj, Zafina ka thënë: "Kam qenë 10 vjeç, kisha probleme me kockat në pjesën e kofshëve. Mjekët nuk e dinin se çfarë është. Në atë kohë nuk njihej as pak sëmundja e skoliozës. Shtylla ime kurrizore ishte shtrembëruar. Jam vizituar tek shumë mjek. Mami nuk ka lënë mjek ortoped pa më dërguar. Kujtoj që dhimbjet ishin të tmeshme dhe u detyrova të mos shkoja më në shkollë për shumë muaj. Diagnozën mjekët ma kanë vendosur vetëm 8 vite më parë. Edhe tani kam dhimbje të forta, por mundohem të mos marr mjekime, se nuk dua të jem e varur prej tyre", u shpreh këngëtarja. Zafina është shprehur se ka qenë me fat që në momentet më të vështira të jetës së saj i kanë qëndruar afër 2 motrat, Adelina dhe Emma. "Tani unë po mësohem të bashkëjetoj me këtë diagnozë, edhe pse shpesh dhimbjet bëhen të padurueshme", është shprehur këngëtarja mes lotësh.